بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Lëzërdashur, jemi duke fol për Dejjalin, atë mashtrues dhe atë gënjeshtar të madh, dhe sprovën e tij që ka me qenë sprova më e madhe që ka godit njerëzimin ndonjëherë. Në hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e gjejmë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjatë kohës së tij, kur ka lajmëru dhe paralajmëru për Dejjalin, ka dyshu ndiken konkretisht se a është ai apo jo Dejjalli. Kjo është ngjarja e Ibn Sayyadit dhe hadithet për të janë në Bukhari dhe Muslim. Dhe i ka angazhu gjendja se a është ai që ka lajmëruar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe sahabët e mëdhaj. Dhe gjithashtu në kohën e tij, e kom për qëllim kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka ardhur njëri i cili nuk është i vetmi, por bashkë me të edhe 30 vet, që e kanë taku diken që janë lajmëru për mes gojës së tij se është Dejjalli. Është hadithi i Tamim ad-Darit, që transmeton Muslimi në Sahih dhe i njohur me emrin hadith al-Jassasa. Hadith al-Jassasa. Ajo shtaza që e ka quajtur veten Jassasa. Për këto dy ngjarje, për këto dy hadithe, inshallah, do të mundohem që të flasim. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka tregu për Dejjalin nga ana e shpalljes. Allahu azza wa jalla i ka shpall, i ka tregu se Dejjalli ka këtë cilësi sa i përket fizionomisë së tij. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka kumtu, e ka tregu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka ditë më shumë se sa kaq për Dejjallin. Kur është gjendë dikush i cili i ka ngjasu krejt atij përshkrimit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për të nuk ka zbrit shpallje se është apo nuk është Dejjalli, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dyshu në të. Është një njeri me emrin Abdullah, disa thonë Safi, disa thonë Sayyad, e që i njohur me novkën Ibn Sayyad, i cili ka qenë nga qifutët e Medinës, nga jahudit e Medinës. Kur ka arrit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Medinë, ai ka qenë fëmijë i vogël. Por banorët e Medinës shumë mirë e kanë marrë mend lindjen e tij të çuditshme dhe të jashtëzakonshme, me disa parregullsi, po them, që nuk janë si lindjet e zakonshme. Ky djalë Ibn Sayyadi ka orë transmetime që e ka pranu islamin. Po megjithatë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u konë të dyshu në gjendjen e tij, edhe disa herë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka sprovu atë për me vrejtë se a është apo nuk është Dejjalli. Ibn Sayyadi ka paralajmëru për diçka, ka fol diçka, edhe pse i vogël në moshë, dhe ka parashiku diçka, edhe kur i ka tregu njerëzve, disa nga parashikimet e tij kanë dalë çashtu. Edhe pse fëmijë i vogël. E për këtë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ju ka shtu hala më shumë kurreshtja që me ditë realitetin e Ibn Sayyad. Hadithi Ibn Omerit radhiyallahu an, që është prej haditheve bazë në këtë ngjarje, transmeton Buhariu dhe Muslimi. Thot Ibn Omer radhiyallahu an, një ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e mori një grup shokësh, prej tyre Omerin, dhe u drejtu ka Ibn Sayyadi, dhe e gjeti fëmijë duke lujt me fëmijë i vogël dhe duke lujt me moshator ti,
në pranitë e një fisi të Medinës. Në atë ku ende nuk kish hy në bulugh, hala nuk kish hy në pubertet, që i thujmë, do më thonë në moshën madhore. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i shkoi nga prapa dhe ju afru. Dhe e kapi me dorën e tij pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ndali këtë djalësh. Dhe i tha: "Atashhadu anni rasulullah?" A dëshmon se jam pejgamber i Zotit, i dërguar i Allahut? Fa nadhara ilayhi ibn Sayyad, e shikoi ibn Sayyad dhe i tha: "Ashhadu annaka rasul al-ummiyin." Ta dëshmoj se ti je pejgamber i analfabetëve. Dhe ju kthy ibn Sayyad pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, çaj fëmijë i vogël, i tha: "Atashhadu anni rasulullah?" E ti apo dëshmon se unë jam pejgamber i Zotit? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i tha. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam elshej, i largoi dur për ti dhe tha: "Amantu billah." E kom besu Allah. Transmetimin tjetër: "Amantu billahi wa bi rusuli." E kom besu Allah dhe të dërguarit e tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Ma tara?" A je tu pa diçka? A është tu paraqit diçka? I tha ibn Sayyad: "Ya'tini sadiqun wa kadhib." Po më paraqitet dikush që më kallzon diçka të vërtet edhe dikush që më kallzon diçka të pavërtet. Fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam: "Khulita alayka al-amr." Dikush është të ta pështjell ty çështjen, nuk është çështja jote e qartë. I tha pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Inni khabbatu laka khabi'a." Unë kam mshef diçka në veti me të kallzu. I tha ibn Sayyadi ad-dukh. I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ikhsa falan ta'du qadrak." Qofsh i poshtrum, s'kime mujt me te i kalu pozitën tone. Faqala Umar radiyallahu anhu. Tha Umeri radiyallahu anhu: "Da'ani ya Rasulullah adrib unuqah." Mjep lejo i dërguari Allah t'ja hiki kokën këtij. I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "In yakunhu falan tusallat alayhi." Nëse është ky dëgjalli, s'kime mujt me bukur gjë. Thot: "Wa in lam yakunhu", e nëse s'është ky ai, fala khayra laka fi qatli, s'ka dobi në vrasjen e tij. Ky hadithi transmetimi i Buhariut. Transmetimi i Muslimit i ka ardhur me disa plotësime. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i tha: "Ma tara?" Çka po të paraqitet, çka po sheh? I thaj: "Ara arshan ala al-ma." Po e shoh një fran, një arsh që po qëndron mbi ujë. I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Tara arsh iblis ala al-bahr." Jetu e pa fronin e iblisit që e ka mbi ujë. "Wa ma tara?" E diçka tjetër? Tha: "Ara sadiqaini wa kadhib au kadhibaini wa sadiq." Pisha dy që po më lajmërojnë me të vërtetën e një që po më gënjen, ose dy gënjeshtar, dy lajmëtar gënjeshtar e një të sinqert. I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Lubbisa alayhi da'wa." Këti ju ka përzi çështja. Lubbisa alayhi, jo që këti kjo është të përzi, po këti është të ju ardhë çështja e paqartë. Në transmetimin tjetër nga Ibn Omeri radhiyallahu an, e që ky transmetim është në Buhari, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas këtij takimi të parë me ta, po them kushtimisht edhe sprovimit të realitetit të tij, u drejtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prap pas një kohe tek ai. E tash në këtë kohë ai ish rrit edhe më shumë. Dhe e morri me veti Ubej ibn Ka'b radhiyallahu anhu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me Ubej ibn Ka'b. Dhe Ibn Sayyadi ishte në një kopsht nga kopshtet e Medinës që ishin me hurma. Dhe ishin trungat, palmat ishin shumë të shpesha në atë kopsht. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e po nga larg që ajo është i shtrirë në një petk ala qatife, një si tepeh diçka.
dhe filloi të shkoj mrapa ti duke u mshef pas trungut ose pas palmave. Derisa u afru dhe e kish për qëllim të ndëgjoj diçka, se ai ka orë transmetim felahu fiha ramzetun au zemratun, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pa që ai fëmia shtrit është duke përshpërit vetë me veti, të fol diçka vetë me veti. E dëshiroi pejgamberi sa me një diçka prej tij, çka është të thonë që me kuptu gjendjen e tij. Dhe wa huwa yattaqi bi judhu'i an-nakhl, pejgamberi sa tu mshef pas palmave, pas hurmave, u afru tek Ibn Sayyade, por e pa nona Ibn Sayyade, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe i tha ja Saf hadha Muhammad, ja Saf hadha Muhammad, sepse për emrave të Ibn Sayyade është edhe Safi, që shto kesh emre. E nona vetë e thiri ja Saf hadha Muhammedun sallallahu alaihi wasallam. I tha o djali jam Saf. Ky është Muhamedi alayhis salam prapa tetu ardh. Dhe lëvizi Ibn Sayyadi dhe uqu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha law tarakahu labuyyin, te kish lon e kisha kuptu çka ke tu fol dhe me kanë ke tu komuniku. Abu Dharr radhiyallahu an thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më dërgoi te nona e tij. Abu Dharr radhiyallahu njëri i vjetër i pjekur. Tha pejgamberi alaihi salam më dërgoi te nona e tij me pyet kur ke qenë shtatzane me te, au kon shtatzani e rëndëmt, au kon ma e veçantë. Nona e tij ka thonë 12 muj e kom majt në bark prej kur e kom një që është gjallë. Domethënë 12 muj e kom majt gjallë në bark ta. Dhe është këtu e Abu Dharr radhiyallahu anhu i ka tregu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë shko pyete au kon lindja e tij e lehtë, a ka pas vështirësi edhe a ka lëshu në zhurmë kur ka lind. Është këtu e Abu Dharr dhe e ka pyet nonën e tij, ka thonë ka qenë lindje e vështirë, ka thonë edhe kur ka dal ka bërtit aq sa që brima e tij, zhurma e tij është si zhurma e një fëmie të rritur, do të thonë një fëmijë që i ka disa muaj, jo që është në momentin e lindjes. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si shkak i këtyne plus asaj që tash kemë përmend ka dyshuar te. Për shkak se ky fëmijë, siç ka në transmetime, ka lind i bëm sunet e para. E dyta ka lind njënin sy e ka pas të mbyll të krejt. Edhe mbi synin tjetër e ka pas një si puqër për thëm, po në ukon e tilë, po ukon si ben, që i thujnë, për dhe një cup e mishët e paracitne, e që me kohë ju ka rrita ja, po ju ka zvoglu. Ka ardhe në disa transmetime ka lind me dhëm. Edhe këta dhëm që janë nab, këta dhëm që njihen si numër 4, apo dhëmi 4, që i thujnë. Me këto ka lind. E për këtë shkak, edhe ka qenë nga qifëtët, edhe ka një jetë kehen ka full, duke qenë fëmi, për sene që kanë të bëj me gajbin, plus saj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, a dëshmon se unë jam i dërguar i Allahut, krejt këto jënë kun rrethana që kanë bu me dyshu, për te se a është dëgjallë e për ju. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i ka thonë khabbatu laka khabi'a, kam më shef për ty diçka, çka është ajo? Ai tha ad-dukh. E pejgamberi alaihi wasallam e ka shumë shef në veten e tij ajetin fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bi dukhanin mubin. Ajetin në surën Dukhan ku paralajmërohen shenjat e kiametit. Pritni jo deri sa të vjen qielli me tymin e madh. E për shenjave të mëdha të kiametit është ai tymi që i përfshin njerëzit apo dhe jetojnë me të. E kjo është paralajmërimi shenjave të kiametit. Apo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, çka kam shef për ty? Ai tha ad-dukh. Dhe ja çelloi asaj. Se disa kanë thonë nuk e ka thonë emrin Dukhan të plot, që do të thotë e ka paralajmëru shejtani i tij me kaq. Ama wallahu a'lam, ma e sakt është që ky ka fol në gjuhën e sihirbazve. E gjuha e sihirbazve u kon mi përmend gjysmën e emrit
që përmend Ibn Kathiri dhe Ibn Hajar dhe tjerë, e jo me thonë komplet atë. E kur ka thonë duh, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka kuptuar që ai po e din çka i kam shef. Ai po e din këtë që ka dash pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Mia thonë, mia tregu. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë ikhsa falan ta'du qadrak. Çoshi poshtrum skime mujt me të i kalu atë që Allahu azza wa jall ka caktuar për ty. Domethënë skime mujt me po diçka më shumë se sa kaç. Jabiri radhiyallahu an thot është zhduk Ibn Sayyade në ditën Yawm Harra dhe nuk dihet ka shkuar. Ndërsa ka ardhur transmetim të dopt që thon ka vdekur në Medinë dhe është varros. Po Ibn Hajeri kur e përmend thot transmetimin nga Jabiri, i cili thot me neve ka dalë bashkë në luftë, ose mirë them në çat muqawama, në çat në mbrojtje që e kanë bërë rreth Medinës apo thot me neve u kon edhe është zhdu kush mos e ka pa. Këtu ishin transmetimet sa i përkasin në gjendje së Ibn Sayyadit, të cilat i përmenden në mënyrë të përgjithshme. Ndërsa a ka qenë Ibn Sayyadi dëgjalli i madh, ad-Dajjal al-Akbar, që i dëgjalli i madh, apo ju rreth saj ka khilaf. Krejt janë në ujdi se ka qenë dëgjalun minet dëgjajile. Ai është një prej dëgjallave. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë nuk bëhet kiameti derisa të mos dalin 30 dëgjalla. Që të gjithë ata pretendojnë se janë pejgamber. 30 dëgjalan. 30 dëgjalla kanë me dal, secili ka me pretendu se është pejgamber. Pejt parve është kë, sepse edhe ky ka thonë vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam a dëshmon se unë jam i dërguar i Zotit. Po a është më shumë se sa kaq, apo është dëgjal nga dëgjalla? Është meselë diskutabile, edhe pse mendimi i shumicës dërmuese të sahabëve është se ky është vetë dëgjalli i madh. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pasi që nuk ju ka shpall atij në mënyrë të prerë se ky është apo nuk është dëgjalli, kana mutawaqqifan fi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka marrë prerë vendim se ky është dëgjalli apo jo. Ama krejt hadithet që i përmenëm tregojnë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dyshuar shumë në të. Ka dyshuar shumë se ky është dëgjalli. Ndërsa në prezencën e tij sahabët prerazi kanë besu se ky është dëgjalli, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si ka thonë atë nëse e keni gabim. Omeri radhiyallahu anhu u betu në prezencë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wallahi Ibn Sayyadi është dëgjalli i madh dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si tha që o Omer mos u ngot. Ose Omer e ki gabim. Ose o Omer bën kefaret për betimin tën, se s'është ky ai. Jabiri radhiyallahu an betuhej, thot Muhammed ibn Munkadir, e njëva Jabir ibn Abdillah, duke u betu se Ibn Sayyadi është vetë dëgjalli. Wallahi Ibn Sayyadi është vetë dëgjalli. I thash, e tahlifu, pe merë guximin me bu bej për këtë çështje? Tha, wa mali la ahlif, wa qad halaf Umar inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam, fa sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam min Umar al-halaf wa lam yunkir alayhi. Pse mos të betohem unë kur Omeri në prezencën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam u betu se ky është vallahi dëgjalli dhe pejgamberi sa më ndëgjoj dhe si tha kur gjë. Që do të Jabir radhiyallahu anhu ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i tha Omerit diçka për shkak dijes që e kish se është të thonë Omerit saktën. E dikush e thot, e ku pe dinte që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e dinte, e pse nuk lajmëroi? Ju kam përgjigj ulemoja, sipas këtij mendimi kanë thonë se pejgamberi alaihi wasallam nuk dëshironte me fut frikë dhe panik në mesin e sahabëve. Nëse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kish fol, dhe kish tregu ky është dëgjalli, para mendoj çfarë panike kish pas mundësi me ndodh. Pastaj
nuk ishte realizuar ajo që ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për shajet e kiametit, se kur del një ditë e tij ka më qenë sa një vet, dita e dytë e tij sa një muaj, dita e tretë sa një javë dhe kështu me radhë. Nuk kish ndodhur tani ajo që ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga fitneja e Dejxhallit në akhir zaman, para kiametit. Pastaj edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me di që ai është Dejxhalli vet dhe pretendon se është zë, edhe me lon me jetu qetë dhe rahat, nuk ke shku. Për këtë shkak mos tregimi se ky është Dejxhalli nga ana e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ose është që nuk ka ardhur shpallje, ose është se ky Dejxhall është ai i madhi, po nuk ka koha kur ka mu paraqit me fitnën e tij kjo. Wallahu a'lam. Ibn Umar radhiyallahu an ka qenë prej sahabëve që ka thënë la ashukku أن المسيح الدجال هو ابن الصياد. Ka thënë Ibn Umar që transmeton Nafi, thot nuk dyshoj fare se Ibn Sayyad u kon Dejxhalli. Nuk dyshoj fare se Ibn Sayyad u kon Dejxhalli. Abu Dharr radhiyallahu an nuk dyshon të fare se ky është Dejxhalli. I tha dikush Abu Dharr, e je gatshëm me bube se ajo është Dejxhalli? Tha la an ahlif 10 marrat bi annahu huwa ahabbu ilayya min an ahlif marra bi annahu laysa huwa. Do thon me bube 10 herë ran namën të Allahut azza wa jall, një herë, 2 herë, 3 herë, 10 herë bëj be në Allahun azza wa jall se Ibn Sayyad është Dejxhalli. Ama kur nuk jemi gatshëm një herë me bube me thon se s'është. Abu Dharr është dërguar si delegat nga pejgamberi alayhis salam për me marrë vesh për të. Omeri bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e kanë vëzhguar gjendjen e tij. Xhabiri radhiyallahu anhu e ka përcjell atë pasi që ka nikë këtu dhe e ka përcjell gjendjen derisa është zhduk. Gjithat japin me kuptues se këta sahabë që kanë pas dije dhe informata shtesë për Dejxhallin edhe për Ibn Sayyadin, s'kan dyshu se ky është Dejxhalli i madh. Ibn Umar radhiyallahu anhu don me kallzu këtë dhe me vërtetu. Thot në transmetimin që është tek Muslimin Sahih, me 2 transmetime, me 2 rivajete. Thot Ibn Umar, unë vetë kom taku Ibn Sayyadin në një rrugis të Medinës. Rrugë. Thot edhe i thash një fjalë. Transmetimi këtu s'po përmend çfarë fjale ka thonë. Thot edhe u hidhru prej asaj fjale. Dhe si revolt ndaj fjalës tem, u rrit çat shumë ma bllokoi rrugën krejt. Thot s'kisha ka shkoj. Dhe u ktheva shtëpia më e ngata ke shtëpia Hafsës, motrës tem, grus pejgamberit sa më hina në shtëpi saj. Ka ik, domethënë ja ka blloku komplet rrugën. Çdo ka ardhur fantafakha është fry Ibn Sayyad famala as-sikka dhe e bllokoi mshël këtë rrugën. Transmetimi që e shpjegon këtë, thot Ibn Umar e pash një ditë Ibn Sayyadin bashkë me një jahudike, me një nga çifotët. Ibn Sayyad e ka pranuar Islamin. Domethënë nuk ka më sigurisht se çifotët që se kanë pranuar Islamin në Medinë. Ky ka qenë nga çifotët, po e ka pranuar Islamin. Thot e posh bashkë me qatë që vutin qatë jahudin. Thot ajo pjesës dhe copa e mishët që e ka pasë në synin që ka pa me te, thot ju kishë rritë shumë, edhe syni i kishë dalë nga veni. Që kur se ka më pa në qatë gjendje. Dhe e nala, Ibn Umar, thot e nala dhe i thash, të pas ka dalë syni për i veni dhe kjo mishët të pas ka rritë këto. Tha, ma buni së të kom vrejt. I thash, ta ka bloku synin tëne, ti s'pe vrej, na unë pe vrej. Tha, qiti dorën kështu, tha edhe kure heki, ju kthy dhe synin ven, edhe ju largua ja, ju zvoglu. Tha, e për këtë shka ku hidhru, që unë e zbulova, pi bjen që unë e zbulova, se qaj është Dejxhalli, dhe fantafakh famala as-sikka, dhe u rrit dhe ma bllokoi rrugën, edhe unë u ktheva tek Hafsa. Edhe i thash Hafsës ç'është ndodhi,
Hafsa më buni, radiallahu anha, a nuk e din që pejgamberi a.s. ka të regu për dëgjallin sa i paraqitet kur e hidhrojnë shumë, që ki kujdes se mos po është që kjo ngacmim që tani po paraqitet fitneja e tij. Këta ishin nga sahabët të cilët betuheshin se kjo është dëgjalli i madh. E kemi një hadith që transmeton Muslimi në Sahihun e tij. Është hadithi e Abu Sa'id al-Khudriut radhiyallahu an, i cili thot: dolëm nga Medineja me niyet për hax ose umre, me ihrama, mu'tamirin, au hujjajan, apo me niyet për hax, ose me niyet për umre, ose me niyet për hax. Do thot me shku në Kabe me bëj ibadet. Thot fe nazelna manzilan, dhe unë alëm dikon në rrugës me pushu. Thot fe tafarraqa an-nas, këtë njerëz u shpërndan. Thot edhe meta unë e veç vet. Dhe e poshë edhe Ibn Sayyadi shmet veç vet. Tha dhe u afru të onull. Po thot Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, fastawhashtu minhu wahshatan shadida. U tuta prej ti me një tut të madhe. Më gëdit një farë prej ti shumë. Thët, duke e ditë se qka është u full për te, qka është u thonë për te, qka është thonë për te. Thët, edhe kur më po që unë jëmë veçvet, i muri teshat e veta, i la nga të mijave dhe ullë me mu. Edhe i thash, Abu Sa'id al-Khudri më thët, i thash sot ditë shumë e nëzit. Pse s'pe merr teshat me gjithë në hije dikon lej? Tha, unal atë dhe i latet mijat apo teshat. Edhe nuk ma kthej përgjigjen sa i përket kësaj që i thash. Tha dhe e po prej larg që dikon është një kope me dele. Tha shkoj edhe u kthy e kesh marrë një anë me qumsht e kesh mu shpeshet me dele. Dhe ma puruni dhe më tha, pe, o Abu Sa'id, i thash valla nxehti i madh dhe nuk po më pi. Jo që s'desha me pi, po thot. Veç nuk desha pi dorës ti me marr. Deshka. Tha tunet me të më shkoj menja të kisha post një kënëp e mi dal për masë me furr. Abu Sa'id al-Khudri, po thot. Më shkoj menja të shkoj për masë të kapi një kënëp e të furrë që të me një pëm diko. Pastaj më buni Ibn Sayyadi, o Abu Sa'id, ti je pej njerëzve shumë ti ishëm sa i përket fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe Abu Sa'id al-Khudri është një pej atë në sahabë që transmetojnë mas shumë të hadith apo. Sittun min as-sahbi fawqa al-alfi qad naqalu min al-hadith an al-Mukhtari khayri mudar. 6 prej sahabëve mas shumë të kanë transmetuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E një prej 6-ve që transmeton më shumë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është Abu Sa'id al-Khudri. Që do të thotë Ibn Sayyadi pi thot ti jepi atyre që nëse dikush thot nuk di krejt ato që e ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ti jepi atyre që mundesh me thonë gati se e di krejt. Pse se jepi atyre që më shumë të transmeton nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Fa alesta min a'lami an-nasi bi hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. A nuk je prej më diturve lidhur me hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A nuk ka thon pejgamberi huwa kafirun wa ana muslim. A nuk ka thon pejgamberi se dëgjalli, se ai e dinte se Abu Sa'id al-Khudri çato sjelljet që i kesh ishin për shkak se i din fjalë që tu thon për veten e tij apo për këtë shkak dëshiroj tash më njëherë me hyntim që me arsyetu dhe me pastru një farform me veten nga çato akuza. Dhe i tha, a nuk ka thon pejgamberi se ai është qafer e unë jam musliman? A nuk ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ai është aqimun, ai nuk ka pasars, ndërsa unë i lash djemt e mi në tash kjo ku pas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mu martu ju ka fëmijë.
Po, Ibn Sayyadi. Thot, a nuk ka thonë pejgamberi alayhis salam ai s'ka me pas pasardhës trashëgimtar, thot, a nuk ka më trashëgimtar, as i lash djamt në Medinë? A nuk ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ai nuk hyn në Medinë? Edhe në Mekë, e unë prej Medinës dola dhe jem duke shku bashkë në Mekë. Thot Ebu Sejid al-Khudri, kittu an a'dhurahu. Thot, ka daldala të më folaj, thot, gati kesh të bind që ashtë është. Të më thonë që nuk ka kjo dëgjalli, veç është shpifje ndaj ti. Thot, pasi që i tha këto, unal, dhe tha, ama wallahi inni la a'rifuhu, wa a'rifu mawlida. Ama, wallahi unë e di dëgjallin shumë mirë, edhe e njah, dhe ja di ditë lindjen, kur ka lind, edhe e di se ku është ai tash. Ka në transmetim tjetër, edhe me mu paraqit mundësia, a buhësht të aj, se refuzoj. Thot Ebu Sejid al-Khudri, thot, sa më ndrej menën për të mirë, kër i foli këtu, i thash të ben leke sa iru al-jawm. Të shkufshin mrapsht ditët. Një farë fjale për me shprej pak nësimet, thot edhe u qova. Në transmetim tjetër, ka ardhë që kjo përgjigja ati, apo që kjo pjesa e fundit, më e detajume. Gjithashtu dhe kjo transmetim është të Muslimi. Thot, ama wallahi, inni la arifu l'ana hajth. Thot, wallahi, në qëtash e di se ku është ku është dëgjalli. Dhe një babën e ti, dhe një nonën e ti. Edhe me më thonë dikush, a ki qef më kohën te aj, nuk e kisha refuzu. Që kjo po t'jem me kuptu se këtu ka diçka. Këtu ka diçka. Nga këtu që u përmenën prej haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sahabët e kanë kuptu se kjo është dëgjalli, ose spaku që ta që e kanë thunë dhe jënë betu për te. E qysh ka mundësi kë me qenë dëgjalli dhe me jetu këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe me pranu islamin, edhe me hy në Medinë edhe në Mekke, edhe me pas pasardhës. Qysh ka mundësi? I ka thonë Gjabirit radhiyallahu anhu, po Gjabir ibn Abdullah, po i ka thonë, a nuk ta ben ta po tash. Po a nuk ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se dëgjalli është kafir dhe i shkruan boll kafir, ndërsa ky është musliman? Ka thonë wa in kan, edhe nëse i ka thonë vetë musliman, e çka ka? Po ka thonë, a nuk kanë thonë, ose nuk ka në hadith që ai nuk hyn në Mekë dhe në Medinë, e Ibn Sayyadi ka hy, thot edhe nëse ka hy. Po kanë thonë, ai a dihet që s'ka më pas pasardhës, e ky ka pas, edhe nëse ka pas, kjo konaj. Pse? Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur tha falan ta'du qadrak, nuk kemë mujt me te i kalu atë që ta ka caktu Allah azza wa jall, po jep me kuptu që ti je ama nuk ta ka caktu Allah azza wa jall që tash me dal me bo fitne. E këtu janë alamete që tregojnë për ty se ti je ai, ama nuk është koha paraqitjes, bile është koha e marrjes së informatave ti, apo mbledhjes së tyne, dhe përgatitjes për daljen e madhat. Për këtë shkak nuk i bie ndesh që ai e ka bu këto, se ndalesa që me hyjnë në Mekë dhe në Medinë është kur del si dëgjall që pretendon se është Zot. Pasardhës nuk ka me pas në qatë kohë, apo. E nuk është se në qatë kohë nuk ka me pretendu se është musliman, edhe ndeksi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka të bëja jo me kohën kur ka jetu Ibn Sayyadi, edhe nëse ka qenë ai vetë dëgjalli. Pse? Se parimisht ai mas shumë të ka qenë i interesu me ditë që ashtu ndodhë me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe me shokët e tij. Se në qëtë ymet të Muhammedin sallallahu alaihi wasallam ka mu paraqit.
ato e kanë ditë se është fitnë më e madhe që ka ekzistuar ndonjëherë prej Nuhut alayhis salam deri te Isa alayhis salam. Ama ata popujt këtu në pejgamberve jon kon në frikë nga Dejjalli dhe nga sprova dhe fitna e tij, po s'kan ditë shumë për te. Dhe ai nuk ka ditë për ta shumë. Pse? Se sukon kuha paraqitjes tij tek ato ummete. Ndërsa paraqitja e tij ka të bëjë me ummetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Apo për këtë shkak në këtë ummet ka mu paraqit e Allahu azza wa jalla qysh nga fillimi i këtij ummeti që është me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe me sahabët, pe aty e ka dërguar që më konë në rrjedha në informata. Më konë në rrjedha dhe me ditë se çka është duke ndu. Kështu që wallahu alem unë jam me qëta sahab që Dejjalli ka qenë Ibn Sayyad dhe ka qëndru në Medine për me qenë sa ma afër burimit të ngjarjeve të mëdha që ky ka mu ballafaqu me dijen që çaj pejgamber sallallahu alaihi wasallam ka jap për te. Dhe ka mu ballafaqu me ummetin e këtij pejgamberi. E për këtë shkak u kon edhe shumë e logjikshme që ky mu paraqit qatë ku në këtë formë e paraqitja e tij reale me formën që ka mu sprovu me të ketë njerëzimi me qenë një kohë ma vonë kur donë Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe përshkrimi i tij dhe lindja e tij dhe përjardhja e tij që është nga çefut krejt përshtatën. Më shumë se sa kaq është një hadith shumë interesant që transmeton Hakimi në librin e tij Tarikh Asbahan, historia e Asbahan. Dhe Ibn Hajeri thot hadithi është i mirë, është sahih dhe argumentohet me ta. Është hadithi i Hassan ibn Abdurrahman nga baba i tij. Hassan nga Abdurrahmani. Thot Abdurrahmani, une isha në ushtrin që murën pjesë në shlirimin e Asbahanit. Thot, dhe kur e kemi shliru Asbahanin, thot në Asbahan ishin të pozicionum një ushtri, apo kishin si që me thonë si vend tëne, qefotët aty. Thot edhe unë e kisha nga qefotët një unë në shak. Kjo Abdurrahmani po thot. E kisha nga qefotët një unë në shak. Edhe shkëja shpesh atje në Asbahan. Për tregti, për... Thot dhe kur shkova njerë për hirave, tha i posh, fa etejtuha jeumen, fa idhe l'jehudu jez finune o jadribun. Thot edhe kur shkova një dit në Asbahan, i posh qifotët që ishin zbukuru edhe i binin defet për i gzimit. Festënin diqka. I thash shokut tem pejtëne. I thash, qa ka ndodh që kur se kom pa qështu, si u kom pa qështu, tha, sët, ose tash, ka me ardh dikush i cili ka me qenë krahijoni ndaj arabëve. Krahijoni kundër tëne. E kjo është ato që na e presim. Tha dhe më interesoj me ditë kush është kjo. Tha, flajta, të qaj shoku jem nga jahudit, që shka në transmitim, febitu indehu ala sath, flajta të ka i në shpe, thot në kulmin e ti. Në sath, është aja far, arab të kanë pos, në katë nalë të kanë pos si balkën e sapit. Që është? Thot që aty, flajta taj. Fe idha rajulun alejhi kubbetun min rejhan, thot dhe të nesëmën kër e posh ata fillun me festu dhe erdi njeri që e kish në kokën e ti një lej kapuqe. Wal jehudu jezfinune u jadribun, dhe i posh që jahudit festonin dhe kënanin dhe i binin defin. Fe idha hua ibnu Sayyad, fe dekhal el Medine fe lem jeud hatta saa.
Thot edhe kur e pash ai ke Ibn Sayyadi. Ky Abdurrahmani nga sahabët e Medinës, që e ka njoft Ibn Sayyadin. Kur e ka pa në Asfahan, qysh e kanë përit qefotat Ibn Sayyadin dhe qysh kanë festu për te, thot e pash Ibn Sayyadin që ka hyrë në këtë qytet edhe mos ka dalë prej aty. E kë Abdurrahmani u kon të bu, qysh e përmend Ibn Hajeri, tregtime atë vend. Ka shku shpesh e ka ditë gjendjen e tij. Thot hyri aty dhe nuk doli. Disa kanë thonë, a nuk po i bie ndesh hadithit të Xhabirit, se thot Xhabiri humbi nga mesi jo në ditën e Harras, apo dhe mu nuk kena po, jo nuk i bie ndesh. Pse? Se ai ka hup, është mshef prej këtu dhe ka shku te veni ku e presin atje. E pejgamberi alayhis salam në hadithin e vërtet a nuk ka tregu që paraqitja e tij është nga lindja, pastaj ka përmend se është nga Khorasani, pastaj ka përmend qytetin Asbahan që çaty janë çefotat që ishin tajalise që e presin. Po, e aty Abdurrahman, ky sahabi Abdurrahmani e ka pa Ibn Sayyadin dhe i ka pa se çfarë gëzimi e kanë pas çefotët e ati veni kur e kanë taku Ibn Sayyadin. Ky jep me ky hadith e përkrap fuqishëm se Ibn Sayyadi u kon dëgjalli vet. Ky dëgjalli i madh. Por ju me atë paraqitjen e tij që ka me qenë fitnë për njerëzimin. Këto ishin transmetimet për Ibn Sayyadin. Thashune që du të me buë gjithësësi një krahasim mes Ibn Sayyadit dhe me ditë ngjarjen e Temim ad-Darit. Temim ad-Dari, sahabi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili ka pranuar Islamin në vitin e 9, ka qenë krishter dhe u bë musliman. Hadithi i tij është tek Imam Muslimi në Sahih. Është i njohur me emrin e hadithi i Fatima bint Qaisit. Fatima bint Qais radhiyallahu anha ka qenë nga muslimanët e para që ka pranuar Islamin në Mekë dhe ka bu hijrat. Thot shkoj tek ai një po them kushtemesh në nepi ti dhe kështu me radhë, në nepi saj, dhe i tha, ama të regon një hadith që ti e keni direkt prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po kom qef me mësu një hadith të tillë. Do të diçka që ti direkt e ke mësu prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë të kallëzoj diçka që e kom një direkt pejgamberin dhe e kom pa pejgamberin duke të regu. Thot, e kallëzën në ngjarjen Fatima bint Qais, ngjarjen qysh një grua caktume është martu, tani u nda, tani në qatë dit u kon dita kur u kthyt e burri, një fan ngjarje. Thot, e qatë dit, thot, qysh isha une, me qato punë të mirë, thot, e ndëgjova thirrsin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili thirri as-salatu jamia, të bëuni në xhami. E janë në xhami. Tha edhe dola për aty dhe ja mësyva xhamis. Dhe fali pejgamberi sallallahu alaihi wasallam namaz dhe fala namaz edhe unë. Dhe thot, isha në safin e par pas burrave, që nuk isha në fund, për isha në saft par të grave, që isha shumë nga të burrave. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si ka bu nej pengesë grave në xhami. Domethënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gratë e kanë pas fundin e xhamis, veç ja u ka bu një derë drejtën. Edhe ka pas emrin ajo derë Babun Nisa. Dhe hala deri tash ekziston dhe një asaj dere. Pe asaj dere kanë hy dhe i kanë ndalu burrat me hy pe asaj dere. Ama mrena në xhami nuk ka pas një ndarje. Jo më fal në fund gratë dhe përpara burrat. Edhe për këtë çka ka thonë safi më i mirë i grave është i mramti, se janë më larg burrave, dhe safi më i mirë i burrave është i pari, se janë më larg grave. Ama ka ardhur transmetim që gratë kanë përfunduar çtu, ose më thënë burrat kanë përfunduar këtu dhe pak pas tyre u kon safi grave. Kjo po thotë më kon safin e parë të grave, që do të thonë sa më afër burrave më kon.
Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pasi që fali namazin, u ul në mimber dhe nga ti, dhe e kish një shkop në dorë, dhe nga ti ke Tamim ad-Dari. Wa huwa yadhhak, e pejgamberi sa kur ul në mimber tha ke duke qesh. Dhe tha, li jelzem kullu insanin musallah, le të qëndrën ullë se cili për juve. Kush është falë, le të qëndrën ullë që atë në venin ku falë. Dhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e të drune li me gjematukum, a edini pse ju të buvan këtë vakt, këtë ku? I thanë Allahu Rasulu alem, Allahu dhe i dërguarit jedin. Tha, inni wallahi ma gjematukum li ragbetin wala li rahbeh. Djeni që nuk ju kom të bu si shkak dhe sebeb i në ngjarjes që kanë të frik apo kanë të përgzim. Do më thonë në raghbe që po dëshirej diçka më ju jep, apo rahbe po tut në pej diçkafit, nuk ka që kjo qëllimi i tubimit ju. Thot, po qëllimi i tubimit ju këtu, thot është ajo që më tregoj vëllau juaj Tamim ad-Dari, i cili ka qenë krishter dhe është bu musliman dhe e tregoj një ngjarje që i ka ndodhur më herët. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha dhe më gëzoi fakti që kjo që i ka ndodhur Tamim ad-Darit e që ma rrëfej mu u ku në përputhje me ato që ju kom treguar para se me ardhë Tamim ad-Dari. Që do thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka tregu sahabëve për të, ka ardhur Tamim ad-Dari thotë unë kam përjetu këtë. Edhe jo pas islamit, por para islamit. E që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që kanë pranuar lemoja është gëzuar me faktin që kjo është një nga alametet që dëshmojnë për saktësinë asaj që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Jo për veten e tij pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, por për njerëzit. Që njerëzit më kanë hala më të bindur në saktësinë asaj që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ulemoja këtu kanë nxjerrë një mësim shumë të madh. Kur ai që i mëson njerëzit, ja mëson të vërtetën. Hoxha, mësuesi dhe kështu me radhë. Sheh dëshmi praktike që dëshmojnë se e ka thonë të vërtetën, mu gëzu është çaj e mirë to. Ai e thësha ç'është. Nuk ka kjo mendje mallsi, ja, sepse kjo është me tregu që ju jeni të mësu për një burimit sakt. Nuk jeni të mësu diçka që është e dyshim. Jo për veten e tij me livdu, po për mja ushtu bindjen tjerë. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e mori përsipër me përshkru krejt ato që e ka tregu Tamim ad-Dari. Dhe kjo është për haditheve shumë specifike dhe të veçanta. Pse? Se pejgamberi transmeton nga sahabiju. Apo pejgamberi e po transmeton nga një sahabi. Dhe më thonë, senedi është kështu. Transmeton sahabiju nga pejgamberi i cili po transmeton nga një sahabi. Çështo është ngjarja. Thot vëllauju i Tamim ad-Dari ka qenë krishter dhe është bu musliman dhe ka treguar një ngjarje që unë ju pata tregu më herët. Thot ky me 30 vjet nga shokët e tij kanë dalë me një anije për me nxon peshqi. Dhe ata kanë qenë nga fisi Lakhm dhe nga fisi Gjudham. Dhe kanë qëllu në kuën kur ka pas shumë val dhe dolga të mëdha në det. Thot sa që e kanë humb mundësinë e menaxhimit të anijes dhe i kanë bërë dolgat, valët e detit, ata anijen e tëne ka dasht vet. Ju ka dasht këta, po deti ka dasht me qua, po? Thot dhe një muj dit jënë konë në këtë gjendje, që s'ka në mujt me shku apo më mirë thëmë, s'ka në mujt me dal nga valët, një mujtë. Diri sa jenë lodh, jenë mërzit, jenë urit dhe kështu me radhë, kjo është kuptim, nuk është teksti hadith, apo? Pastaj, thët dhe ka daldole pas një muji, i kanë shty, valët e kanë shty këte, dhe anijen e ti, dhe të shokëve ti, ofër një ishulli. Në qëfar kuhe, ka kuha e perëndimit dillit. Në qëtë kuhën e perëndimit dillit, veç ka fillu anija mu afru nga të një ishulli. Dhe këta pe i gëzimit që në të pa tukë, mos e një mujdit s'kan pa tukë, Allahu a'lem, një mujdit këtu ka ardhë, felaibe bihimul bahru shahran. Një mujdit nuk do të thot që
ka qenë komplet udhëtimi tëne, po një muj ditë veç valt nuk kanë lënë këta rahat mu kthy. Ka mundësi që ata kanë dalë në këtë udhëtim edhe më herët. Dhe thot Temimet Dari, kur e kena pa që i na tu afru pra një ishulli, thot i na bu gati që mi lshu barkat e vogla dhe me dal. Por shkak se ajo ka qenë një më e madhe që kanë dalë për peshkem dhe jo kon 30 vet, i bie që u kon me ato farë perimetri anis u kon më i madh. S'kan mujt mu afru me te deri në Bregdet apo. Thot dhe pritëm si u afru pak, i qitëm barkat e vogla. Thot dhe hëpëm te në tu dhe shkum drejtim të ishullit. Thot dhe zbritëm në atë ishull, thot dhe ecëm në te. Duke ecë, thot na doli për para një shtaz, ehleb, e çuditshme, s'kena pa kur diçka të tillë. Ehleb e mbulumen të nënt me lesh ose me kime, të nënt. Thot nuk vrehej ka e ka ftyrën dhe ka shpina e saj. Dhe kur në durli për para, u tutëm prej saj. Dhe i tham çka është puna me ty, çka jeti? I tha enel gjessase. Unë jam gjessase. Çka është gjessase? E të gjessus është shpionazha. Po. Gjessase është ajo që merr lajme dhe përcjell. Unë jam tha gjessaseja, që marr lajme dhe i përcjellet e dikush. Tha këtu mrapa meje është dikush që ka qef me ditë për juve diçka. Dhe kur tha është rajul, burr që qëndron këtu, tha u gëzum që kena me taku njeri dhe shpëtojmë dashta nga kjo shtaz e frekshme. Tha shkum kur hënëm atë, e pam një njeri që kur s'kena pa më të madh se saj. I cili ish i prangosur prej belit shokës me zinxhir deri në zogt komës. Dhe i kesh vendos durt e tij prapa qafës. Dhe tha, qad qadirtum ala khabari. A arritët me kuptu për mu diçka? Pasi që i tha, a arritët me kuptu për mu diçka, i pyti. Kush jeni ju? I tha Temimet Dari, na jena Arab. Na jena popull Arab. I tha Temimet Dari, kena hyp në nije, një mujdit, kena shëtit, qështo, dhe valt na kanë bart, na kanë pru këto, dhe na ka dalë për para që e shtaz, e ka përshku komplet në gjarin. Pastaj i tha, dhe gjalli. Unë e kom ju pyet diçka, tregamni. Tha, çka është puna me Nakhl Bejsan? I than, çka po pyet për te? A ka fryte? I than, këta po ka hurma. Tha, ka marrë dita që s'ka me pas ajo fryte. E pyeti për Buhejrat Taberije, për liçenien Taberije, a ka ujë? Than, po ka ujë shumë. Tha, ka marrë dita që kam ju paku ujë. E pyeti për Ain Zughar, për këtë bunarin dhe pusin, Zughar, a ka ujë dhe njerëzit apo përdorin ujin e tij për me ujit dhe kështu me radhë? I than po, edhe përdorin njerëzit atë ujë. Tha, kam i shku ujë i saj. Tha, çka vepëroi pejgamberi i arabëve? I than, ka dal nga Mekkeja, ka dal në Mekke, dhe pastaj doli prej Mekkës shkoi në Medinë dhe ka me Arab, ka probleme, lufta. Tha, sikur ta kishin besu dhe ndjek atë, kish me qenë shumë më hajër për ta. Tha, aty lajmërojnë kush jam. Tha, enel Mesih, unë jam Mesihu. Thot, wa inni ushak an yu'dhana li. Dhe gati, nuk është edhe shumë gjatë që më thonë mu dil. Fa esir fil ard
dhe të ecin tokë. Fela ada qaryatan illa habattuha, dhe mos talu fshat, lemo qytet, vetëm se të hynte për 40 ditë. Me përjashtim të Mekkës dhe të Medinës. E Medinën e quajti me emrin Tajbe. Tajbe, qyteti i mirë, qyteti i bukur. Sepse tha ato dyja janë haram të ndalume që të hyjnë në te. Sa herë dëshiroj me hy, me lajket në pengoj. Me shpota. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e tregoi që shkon transmetim ishi buzëqeshur dhe i ndriçon të fytyra. Dhe kur mriti te pjesa që Dejjalli tha se ona në Mekke dhe në Medinë nuk hy, dhe Medinën e quajti me emrin Tajbe, qyteti i bukur, pejgamberi sa i mshej me shkopin e tij tokës dhe tha hadhihi Tajbe, hadhihi Tajbe, hadhihi Tajbe. Kjo është qyteti i mirë, kjo është qyteti i bukur, kjo është qyteti i bukur, pe i gëzime që në çdo qytet nuk hen Dejjalli. Hadithi i Fatime bint Qaisit, që kjo hadithi, që është i njohur me emrin hadithi i Jassasës ose hadithi i Temimit Darit, nuk është transmetuar nga kjo vetëm, është transmetuar nga Abu Huraira, është transmetuar nga Xhabiri, është transmetuar nga Aisha, edhe nga burrat, edhe nga gratë e sahabëve është transmetuar ky hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Hadithet paraprake për Ibn Sayyadin janë në Bukhari edhe në Muslim, edhe në burime tjera. Hadithi i Jassasës nuk është në Bukhari. Hadithi që kjo i Jassasës, Temimit Darit, është në Muslim. Disa kanë thonë nuk ka mundësi të bashkohet mes kësaj që është u thonë hadithin e Temimit Darit dhe mes hadithit të Ibn Sayyadit. Nëse Ibn Sayyadin kohët pejgamberit ka qenë fëmijë i vogël, pastaj është rrit, dhe u kohë në Medinë dhe sahabët e kanë pa dhe kanë dalë, kanë jetu me të, kanë shku me ke janë kthy, kanë bëu tregti dhe kanë lënë fëmijë pasardhës dhe kështu me radhë. Ndërsa ky hadithi i Temimit Darit po tregon për një realitet këtë tjetër, që Dejjalli është me një ishull dhe i lidhun dhe e ka një, po them kushtimish një shpion që e lajmëron për sen. Kjo është të kazu diçka tjetër. Hadithi Ibn Sayyad është diçka tjetër. Njëri prej dyjave është i sakt, njëri prej dyjave është i pasakt. Çashtu kanë thonë një grup apo, dhe kanë thonë hadithi Buhariut dhe i Muslimit është padyshim shumë më lart se sa hadithi që është tek Muslimi. Dhe hadithin e Temimit Darit, hadithin e Jassasës, hadithin e Fatime bint Qaisit, apo kanë thonë është hadithi i dart. Edhe pse është në Muslim. Sepse Ibn Sayyad është, hadithi Ibn Sayyad është në Buhari, dhe është më i njohur dhe ka prej sahabëve shumë që e përmendin. Bile jo që e përmendin që kanë marrë qëndrime duke u bazuar në ngjarjen e Ibn Sayyadit. Omeri, Xhabiri, Abu Sa'id al-Khudri, Abu Dharr, Ibn Omeri dhe që i përmendën të tjerë apo. Ndërsa te hadithi i Temimit Darit, kanë thonë hadithi është i dopt për shkak se Muslimi është specifikuar me të para dhe e dyta për shkak se është në kundërshtim me Buhariut, hadithi e Buhariut. Nuk e kanë thonë të hershmit këta. E kanë thonë disa që kanë jetu në shekullin 19. Duke filluar nga shkolla e njohur me emrin Menar. Do të thonë shkolla Gjemal ibn Afghanit, Muhammed Abduhu, Rashid Rida, qëta. Do të thonë këta, pejtone burën kjo. Pastaj disa tjere kanë marrë këta dhe Rashid Rida në tefsirin e tij që e ka tefsir al-Menar, aty e ka përmend dhe ka cilësu këtë hadith se kuptimi i tij bie ndesh me këtë dhe është hadith i dobët. Hadithi është jo i dobët, po është i vërtet dhe kërkush para këtij si ka thonë se është hadith i dobët. Edhe këtë hadithin e ka transmetu jo veç Fatime bint Qaisi, po e ka transmetu Abu Huraira. Dhe jo veç Abu Huraira, po e ka transmetu edhe Xhabiri, dhe ka transmetuar dhe Aisha dhe është i njohur. Atëherë, dy hadithet janë sakta. Unë po them 1200 vjet kur kërkush se ka kontestu, hajde 1000 vjet, pja hek edhe 200, që 1000 vjet kërkush se ka kontestu saktësinë e këtij hadithi. Që me ardhë dikush dhe me thonë s'është i sakt hadithi dhe me mohu njerën për
haditheve të sakta me njetë që me bu bashkim mes argumenteve. Ja. Ky hadith është i sakt, Ibn Sayyadit, edhe hadithi i Gjessas është i sakt. E në rregull, ata që kanë thonë hadithi janë sakta, e që janë krejt e ahle suneti, apo? Këtë djetarë të hadithit, atëherë kanë thonë hadithi i Gjessas është argument i qartë se Ibn Sayyadit s'është dejjalli. Që kam i bu Omerit dhe këtyre tjerve, e ka thonë vetë ngjarja e Gjessasës, të kallëzën që është e vonë ka ndodhur vitin e 9, apo? Ndërsa ngjarjet me Ibn Sayyadin janë në fillim të ngjarjeve ose të hijretit në Medinë. Në fillim kur ka ardhur pejgamberi alayhis salam në Medinë, e ka bënë ideal që i ka plotësuar ato kushtet dhe kriteret që pejgamberi ka përmendur se janë dejjallit, në çat fillim janë mirë me të. Masoj është sqaruar çështja e atij që s'është dejjall edhe e kalon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e që tash ky mendim është i përkrahur për një numër të konsiderueshëm të komentatorëve që thonë hadithi i Temimit Darit e rënon tezën e atyre që thonë se Ibn Sayyadi është dejjall. Për kuptoni pse? Se koha ndryshe, pamja ndryshe, gjendja ndryshe për kësaj të parës. Ai i lidhën, i prangosur në një ishull, e ka një gjessase që lajmëron diçka tjetër. Ndërsa Ibn Sayyadi ka jetuar në Medinë dhe këtë diçka tjetër. Wallahu a'lam, ulemaja nuk janë bindëme ç't versionin ç'është. Po kanë thonë, nëse ky hadith është kuptuar nga vetë sahabët, se po aludon, është për shembull hadithi Ibn Sayyadit që është dejjalli. Edhe nga sahabët është transmetuar hadithi i Temimit Darit që e kanë pranuar. Ata i kanë pranuar dyja, i bie që ka mundësi të bashkimit mes këtyre dyjave. Disa kanë thonë Omeri radhiyallahu anhu në fillim ka pas këtë mendim, kur e ka një ngjarjen e Temimit Darit i ka rrap pishman. Ku është transmetimi që i ka rrap pishman? S'ka diçka. Disa kanë thonë ju hadithet që janë përmend nga sahabët se dejjalli është Ibn Sayyadi, kur e kanë një ngjarje e Temimit Darit e kanë ndrruar pikpamjen. Në rregull, a dëshmon për të realiteti? Jo. Se Xhabiri radhiyallahu anhu pas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam po tregon që Ibn Sayyadi është dejjall dhe e takum dhe pastaj po të humbin ditën e Harras, më nuk e dim ka shku. Domethënë ky Xhabiri është transmetues edhe hadithit Temimit Darit. S'mund të thonë se ka ditë ngjarjen e Temimit Darit. I ka ditë dhe i ka transmetuar, edhe hala ka vazhduar me besu se Ibn Sayyadi është dejjall. Atëherë, çka mbetet? Mbetet me i bashku këtë dyja. Qysh me i bashku? Po, dejjalli që është përshkruar se është dejjalli me pamjen e tij të plot, që pamja e tij e plot ka me qenë në kohën kur ai ka me pretendu se është Zot. Uluhien kur ka me pretendu, është pamja reale që e ka pa Temimit Dari. Apo, Temimit Dari. Dhe realiteti i tij është se ai është i burgosur dhe i prangosur në këtë formë që ka ardhur në një ishull caktuar. Ndërsa Ibn Sayyadi u kon paraqitja e tij që Allahu Azza wa Jalla ja ka jap këtë mundësi që ai mu paraqit dhe me dal, ama jo me formën e tij reale, po me forma tjera që të jetë në ngjarje se çka është duke ndodhur. Dhe kjo mbështetet nga një hadith i dopt. Ky hadith i dopt përmend se dejjalli ka 3 paraqitje. Jo një paraqitje. Thalath kharajat. 3 paraqitje i ka dejjalli. Paraqitja e parë, mbos kësaj është paraqitja se Ibn Sayyad. Paraqitja e dytë nuk na ka ardhur për shkrimi i saj. Paraqitja e tretë, që është hadithin e Temimit Darit, që i shkruan ka Faran Ball. Që kjo paraqitje e dytë, cila është, nuk e dim. Apo, cila është nuk e dim. Ama, e dim që ati Allahu Azza wa Jalla ja ka thy shumë ligje kosmike të kësaj dynjaje. Si kohën,
e që është përmen hadithin Bukhariu dhe Muslimit që dita e tij sa është e gjatë. Si lëvizjen s'ka me të fshat dhe qytet dhe vend banim veç se ka me shëti. Si mi thy ligjet kur dën ai, mi thon qiellet me lshu shi, kur dën ai mi thon tokës me dal bereqeti i saj, me ndjek dhe me pasu pasurit e ndryshme, ari dhe argjend. Këto janë senat jashtëzakonshme. E pse të mos jetë pjesë e këtyre senave të jashtëzakonshme që ai mu paraqit në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam si Ibn Sayyadi, e të njëjtën kohë mas disa viteve me pa Temim ad-Dari si mrekulli për saktësinë asaj që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se është dëgjalli i prangosur në një ishull, si bjen ndesh, kjo se jem të vol, por dikon që është i jashtëzakonshëm. Apo, kështu që wallahu alem, kur i kanë bashku ulemoja e më vëndshëm argumentet, nuk kanë hezitu me thonë që Ibn Sayyadi u konë dëgjall dhe ka jetu në Medinë dhe dëgjallin e ka taku dhe e ka po Temim ad-Dari, i cili ka qenë i prangosur në ishull. Newawiu në komentimin e Muslimit i përmend këtë mendimet, e pasi që komenton edhe hadithin e Temim ad-Darit, nuk heziton me anu ka mendimi se Ibn Sayyadi u konë vetë dëgjalli i madh me paraqitje të caktuar dhe Temim ad-Dari ka po dëgjallin që ka mu paraqit me paraqitjen dhe pamjen e tij reale. Të këtij mendimi janë edhe Shaukani, të këtij mendimi janë edhe një numëri ulemave prej tyre, Qurtubiu, i cili e ka komentuar Muslimin dhe e ka komentuar hadithin e Temim ad-Darit dhe nuk ka hezitu heq me thonë se as-sahih an Ibn Sayyad huwa ad-Dajjal. E vërtetë është se Ibn Sayyad është vetë dëgjalli. Pse? Se nuk po i bie ndesh. Nuk po i bie ndesh. Se jemi duke folur për dikën që është jashtëzakonshëm, apo? Allahu azza wa jalla ka jap kompetenca të ndryshme, çka ka pengesë me besu se ai u kon edhe këto dhe edhe është paraqit në pamjen e tij reale dikon tjetër. Do më thonë një numër i konsiderueshëm, këta që i përmena nga komentatorët, po edhe shumë të tjerë aludojnë se dëgjalli ka qenë Ibn Sayyadi dhe Temim ad-Dari ka po dëgjallin real, i cili është në një ishull i lidhur dhe i prangosur. Tani ulemoja që e kanë mbrojt këtë mendim, e që kjo është mendimi i saktë, i kanë një përgjigje këtë atëne të cilat e kanë kontestu çështjen e gjessasës apo çështjen e Ibn Sayyadit, sipas juve, ulemoja që kanë një përgjigje ndaj atëne që kanë thonë se Ibn Sayyadi është vetë dëgjalli dhe Temim ad-Dari ka po në një ishull dëgjallin. Këta që kanë besu se dëgjalli ka qenë Ibn Sayyadi dhe Temimi e ka po dëgjallin, pa me t'i reale, pe di mendimin e tëne. Po ata të cilët s'kan pranu që Ibn Sayyadi u konë dëgjalli dhe kanë anu që ai ka qenë dëgjall nga dëgjallat e vegjël, ju ai i madhi, dhe kanë komentuar hadithin e Temim ad-Darit. Apo përgjigja e ulemave ndaj cilit hadith është i logjikshëm u kon, andaj hadithit Temim ad-Darit, andaj hadithit Ibn Sayyadit, ata që kanë mohu Ibn Sayyadin që u kon dëgjall, përgjigja atë ndaj hadithit Temim ad-Darit nuk ka ekzistuar si përgjigje për me refuzu. Pse? Se thash nuk kanë refuzu veç se disa bidatxhit shekullit 19 apo vëndshëm. Nuk ka kontestu kërkush. Bile për kundra, zë këtë ulema ju e mdhaj, më shumë kanë anu në pranimin e bukfal të hadithit të gjessasës Temim ad-Darit, se sa me ndërlidh dëgjallin me hadithin e Ibn Sayyadit. Ndërsa, unë thash, sahabët edhe këta komentator i bashkojnë këto dyja. Përgjigje që ja kanë jep, kanë thonë Ibn Sayyadi kështu, dërsa Temimi po thot kështu, po thash që këtë këto janë të mundshme mu bashku dhe mos me pas kontradit mes veti. Ibn Taymija i përmend mendimet krejt dhe nuk anën njonin për dy mendimeve. Nuk e anën, nuk e mbruan se cili është
më i saktë për këtyre dy mendimeve. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka dyshunte dhe është ndal pasi që si ka ardhur shpallja. Dhe pa dyshim që Ibn Sayyadi u kon dëgjall nga dëgjallat dhe u kon nga ata që ka lajmëru për të ardhmen dhe kështu me radhë nuk ka jep vendim të prem se u kon apo s'u kon, se ka pas zgjedhur një nga dy mendime. Ndërsa Ibn Kathiri anon tek mendimi se Ibn Sayyadi nuk është dëgjall. Për shkak hadithit të Temimit Darit. Po ajo që përmenda transmetimi i Abu Nuaimit në librin e tij Tarikh Asbahan nga Hassan ibn Abdurrahman an abihi e përkrah mendimin që ai ka qenë Ibn Sayyadit që kanë festu për te çifotët e Asbahanit. Kështu që wallahu alam Ibn Sayyadi u kon vetë dëgjalli i madh dhe hadithi i Temimit Darit nuk bie ndesh asnjëherë me të. Ibn Hajeri në komentimin e tij ndaj Buhariut në Fath al-Bari në është për ulemave që mas shumëti e ka detajizu në ngjarjen e Ibn Sayyadit dhe e ka ndërlidh me Temimit Darit. Do më thonë, me Temimit Darit është për qëllim me hadithin e Temimit Darit dhe ngjarjen që i ka ndodhur atij. Dhe ka jep konkluz shumë të gjatë dhe detaju me lidhur me këta. Duke u bazu në atë që ka thonë Ibn Hajeri, sipas tij, mundësia bashkimit haditheve ekziston, e para. E dyta, hadithi i Temimit nuk bie ndesh me hadithin e Ibn Sayyadit, sa ai është dëgjalli. E treta, nëse dikush e konteston hadithin e Temimit Darit dhe Ibn Sayyadit, thot nuk duhet me ra në nivelin e pranimit se Ibn Sayyadi u kon shejtan i cili ka pas takim të drejt për drejt me dëgjallin dhe është paraqit në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam si delegat i dëgjallit. Për shkak se fronin mbi ujë dhe po vjen kështu dhe po shoh kështu, thot këtu aludon që ai u kon shejtan. Nëse veç nuk pe pranoni që u kon Ibn Sayyadi dhe dëgjalli. Ibn Sayyadi u kon shejtan i cili është formsu në formë të njerit dhe ka qenë delegat i dëgjallit që më shu lajmë ti. Do të thot gjithsesi Ibn Sayyadi u kon dëgjall, pa u kon dëgjalli vetë çaj, au kon veç delegat i tij, kryesorja jashtë qësoj nuk do të me dal. Se argumentet nuk lejojnë me dal më larg se sa kjo. Këtu tani është një fakt shumë më interesant se a pas ka mundësi ai me pas delegat nëse delegati ti u kon Ibn Sayyadi. Sipas kësaj që ka thënë Ibn Hajeri apo. Delegati u kon kë. A ka mundësi të ketë hala delegataj? E që qëta delegat të ti dalin dhe paraqitën në formë të njerët. Hadithi i Temimit Darit halo ma frikshëm me përmend këtë realitet se pas ka mundësi edhe njeri me takuate. Se nuk është veç Temimit Darit që ka taku. 30 me të janë kon. Dhe nuk ka në transmetim që Temimi ka arë me 30 se ka thonë kete pranum islamin. Temimit Darit ka arë, vetë. Qata, Temimit Darit shka u kon? Nasrani, krishter. Dhe ka jetu tokat e Shamit, për këtë shkak pyetjet që ja ka bu dëgjalli janë për tokat e Shamit, apo Ajni Zughar, Buhayrat Tabariya, Nakhl Beysan, këtë janë në Sham, nuk janë në Gjezirën e Arab. Pse? Se ata janë krishter. Apo ata janë krishter. Ky ka ardhur, Temimi Darit ka pranuar Islamin. Veç Temimi. Ata të tjerë se kanë pranuar Islamin. Edhe ata e kanë po, dhe ata e kanë përjetu, dhe ata kanë po si informata me te. Kështu që nuk mohohet mundësia që ajo është në komunikim. Jo nuk mohohet, po fuqishëm. Argumentet aludojnë se ka delegataj dhe është u marrë informata bile, nështë edhe paraqitjet e tij janë prezente. Ai nuk e din gajben. Apo? Po
i ka njerëz që ja sjellin informata derisa yushaka an yu'dhana li fi al-khuruj. Vjen koha, që ka thonë, edhe pak me më thonë mu del, në qatë pamjën e ti. E tereni është duke shku që po përgatitet krejtësisht për paraqitjen dhe daljen e Dejxhallit. Allah azza wa jalla na rujt nga fitneja e tij. Ka edhe detaje tjera që ndalidhen me këta, po besoj që me kaq po e përfundojmë. Allah azza wa jalla na rujt nga Dejxhalli dhe fitneja e tij, edhe nga Dejxhallat më të vegjël që i shërbejnë fitnes së tij. Me kaq e përfundojmë. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad.